te definicioni I vlerës. Tash për shembull, ekziston një farë përkufizimi që vlerë është, domethënë çdo bindje ose një bindje ose një pikpamje caktuar të një populli caktuar që e mrin shkallën e shejtnisë. Kur do që një bindje e mrin shkallën e shejtnimit, ajo kthehet në vlerë. Dhe pastaj ajo vlerë që ka mri shkallën e shejtnisë, ajo në një farë forme e determinon mënyrën e tjeturit. Ajo pastaj e orienton çat njeri, domthonë realisht me këshyr. Ne sillemi në përputhje me çto bindje, çto vlera që kanjëherë janë edhe nën vetdije, ndoshta nuk e kemi fort qartë që na për ne është vlerë, por në realitet ajo na orienton neve. Edhe unë mendoj që ky konflikti që unë jam kundër konfliktit mes tyre dy anëve vlera. Unë mendoj që është konflikt historik që mos madhe ka prodhu perëndimin mes jetë për shkak të konfliktit mes kishës edhe jetës. Edhe u dasht njerëzit për shembull për me, si më thon, mja kufizu pak atë pushtetin e kishës mbi njerëzit, u dasht me kriju do vlera, kënse ato bindesh me kishën edhe me I promovu si vlera njerëzore. Tash shtrohet një pyetje, a janë kanë ato vlera fetare, a janë kanë vlera të institucionit fetar? Na që tu do të me bo dallimin. Na ka nevojë me bo dallimin mes fesë si tekst, si bërthom, edhe mes këtij institucionit ose në kuptimin e një grupit njerëzve, ose edhe si klerik, si huaj, si teolog, I cili I jep kuptim këtij teksti. Tash, na du të me nda që ta, sepse që kjo vlera kur vjen pe I klerikut, ose kur vjen pe institucionit fetar në këtë rast, do më thonë, jo domosdoshmërisht mund me kanë gjithmonë vlerë. E keni parasysh. Edhe mendoj që na do të mu liru pe këtij konflikti, na kemi nevojë mu liru pe këtij konflikti, sepse për çata në fen ton nuk ka klerik në kuptimin nuk e bën dikush të drejtën që tekstit fetar bash let me nxjerr vlerat pe teksteve fetare, me thonë këto janë vlera fetare. Na për shembull tek kohëve të fundit na nina për shembull njerëz të thonë Islami thot kështu, Islami thot kështu, për shembull, të kaluar njerëz ka thonë unë mendoj se Islami thot kështu. Na kohën e fundit kem këtu për shembull, kush je ti me thonë Islami thot kështu, Islami thot kështu, është e rrezikshme kjo. Se ti domon ti po fol me kompetencë plot çka thot Islami. Ti mund me fol çka ke kuptu për Islamin. Jo ti me fol si një përfaqësues I Zotit në tokë. Për ata unë mendoj se çdo keq kuptime, edhe në kuptim të vlerave njerëzore, në kuptim vlerave fetare,